edhe begatia e fundit është begatia e shëndetit dhe e fuqisë. Nëse nuk ki shëndet, edhe miliona me pas nuk do këtë asgjë. Edhe këtë po e shojmë, do me thënë, ditëve të sotshme, njerëz të cilët kanë miliona. Ndoshta para luftës, nuk e kena ditë as këtë shifër në milion. Mirë, po sot është shumë thjesht me ndëgju. Pse 10 banesa 1 milionar? Ka 100 euro 1 milionar. Do me thënë një numër shumë i thjesht. Çdo kush do me thënë mundet me paramendu këtë. Mirë, po para luftës nuk e kena ditë do me thënë këtë shifër. Pse nuk ka dok shumë 1 milion që mirë po sot 10 banesa, ose 2-3 kera i blen, ka 300 euro që 1 milion euro i ke mbri. E këtë begatin e shëndetit dhe nuk e dim përveç saj që e humbë. Njeriu mundohet me mlef pasuri, mundohet, e ja me falë namaz nuk kom kohë. Kom punë, okej, punë vazhdo. E ja me falë namaz, jam të punu, jam të majtë familje, jam të dhënë sadaka, jam të dhënë zeqat, Allahu të shpërbleft, Allahu të ashtë të bereqetit. E ja me falë namaz, prapë të jo kom me martu djallin. E ja me falë namaz, Allahu s'po mu. Pse? Po tash e ka prostatën, tash po mundet sejtë me ra, tash po mundet me nejt, me majtë abdesin, tash po vjen smuje, ka hin dializ, qysh me falë namaz? Tash ato pare që ki nga, për 30-40 vite, tash po i harxhon do me thënë mas mjekve. Po të kishe ardhë me falenderu Allahun Azza wa Jall, ndoshta kishe pas ma pak para, mirë be kishe pas edhe shëndetin. Pse? Me hec një hap në dynja, një hap në akhirat. Pak anë, pak një. Mirë po të krejt energjin e ke harxhu ka pasuria, dhe tash do me thonë pe harxhon krejt energjin të mjek. Do me thonë me të shëru, mirë po shërimi më, nuk ka shërim. Pse? Se ti e ke deformu vetën tonë. E ke deformu, e ke prishë, as mjekësia më nuk mundet në bëkurgjo përveç se vari. E vari tregullon. Disa prezentare ka thënë, kush nuk ka qenë edukum me Allahun Azza wa Jall mbi tokë, Allahu Azza wa Jall do të edukoj atë në tokë. Do me thënë, kur të varoset, Allahu Azza wa Jall edukon atë person. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, 2 begati i mashtrojnë shumë njerëzit, shëndeti dhe koha e lirë. Derisa e ka shëndetin, nuk e adhuron Allahun Azza wa Jall, nuk e falenderon Allahun Azza wa Jall. Po ashtu dhe koha e lirë. Derisa ka pas kohë, nuk ka shku në për ligjerate nuk ka shku, nuk ka prezentu, nuk ka shku me falë gjuman, nuk ka shku me falë namazin, nuk ka shku me bane, me adhuru Allahun Azza wa Jall, nuk ka bo punë të mira, e tash i ka hup të dyja. Edhe shëndetin e ka hup, mirë po edhe pasurin e ka hup. Edhe kohën e lirë, do me thonë e ka hup. E kështu që, për këto 2, keme dhënë llogari para Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk do të shpëtojnë këmbët e robit në ditën e gjykimit, përderisa të pyetët për 4 gjëra. E njëra prej atyre 4 gjërave është kohën e lirë. Ku e ka shfrytzu? Ku e ka shfrytzu kohën e lirë dhe si e ka shfrytzu? Pra, para se me ardhe e kohë që me humb ne, atëherë mundohemi që ta falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Vëzhgë besimtar, le të jemi falenderues me zemër, në gjuhë dhe në vepra. Allahu të na shtojë mëshirën e Tij. Allahu të na shtojë mëshirën e Tij dhe të na ruaj nga dënimi dynja dhe në akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.